mesin atyre lutjeve të shumta të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam në lidhje me lutjen e cila ka të bëjë me stabilitetin psiqik, nga se kjo është pasuria më e madhe që njeriu e posedon si dhunti, është edhe lutja e njohur ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kërkon mbrojtjen e Allahut, që Allahu të na mbron prej brengave, prej shqetësimeve, prej derteve, prej mërzive të ndryshme të cilat ko pas kohe e atakojnë njeriun, qofshin këto për shkak se kur ati i mungohet diçka, apo kur ai provon dhe synon diçka me arrit dhe dështon në atë, apo cila do koft motivi dhe arsyeja, pejgamberi alayhis salam na mëson që ne ta lusim krijuesin ton që Allahu të na kursej dhe të jemi të lirë prej këtyre atakeve që të gjithë ne pa përjashtim jemi të ekspozuar përballë shqetësimeve, përballë brengave, përballë trishtimit, përballë mërzisë. Domethënë, këto janë ndjenja që nuk përjashtohet asnjë njeri. Mirë po, krahas këtij ataku është shumë më rëndësi ky stabiliteti psiqik, sa kohë njeriu ndihet stabil, ndihet i sigurt, ndihet rahat, ndihet i qetë, ndihet i relaksum, sa kohë ai ka kontroll mbi vetveten e tij, i menaxhon mirë emocionet dhe ndjenjat e tij, atëherë ky stabilitet psiqik atij mundson që edhe në momente të caktuara kur ballafaqohet me ndonjë gjendje të pakëndshme, që ato janë njerëzore dhe janë normale, po fal këtij stabiliteti, ky ka mundësi me i arrit edhe me i tejkalu dhe me i menaxhu shumë më mirë dhe shumë më lehtë këto kriza.